Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, tha se po aplikon një pauzë 90 ditore për tarifat e reja për të gjitha vendet, përveç Kinës. Unë kam autorizuar një pauzë 90 ditore dhe një tarifë reciproke të ulur ndjeshëm gjatë kësaj periudhe, prej 10%, ka deklaruar Trump. Sipas asaj që raportojnë mediat e huaja, në të njëjtën kohë që dha këtë lajm, presidenti Trump gjithashtu njoftoi edhe se është vendosur rritja e normave të tarifave ndaj Kinës në 125%. Nuk ka qenë e qartë se për cilat vende do të zbatojë pauza, teksa detajet e mëtejshme priten në vijim. Në të njëjtin mesazh në rrjetet sociale, Trump tha se po rrit tarifat e SBA-s ndaj Kinës, ndërsa punon për të sjellë Pekinin në tryezën e negociatave. Bazuar në mungesën e respektit që Kina ka treguar ndaj tregqeve botërore, unë po e rris tarifën e vendosur ndaj Kinës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës 125% në fuqi menjëherë. Në një moment shpresojmë se në të ardhmen e afërt Kina do ta kuptojë se ditët e shqyrjes së SBA-s dhe vendeve të tjera nuk janë më të qëndrueshme ose të pranueshme, shkroi ai. Kujtojmë që tarifat e importit të vendosura nga Donald Trump, që hyn në fuqi këtë të mërkur, godasin 60 vende të cilat shefi i shtëpisë së bardhë akuzon për pandeshmëri në marrëdhëniet tregtare.